Këto ditë dhe odat ekonomike që ka Kosova, përfshirë dhe aty Amerikanët, odën ekonomike të Kosovës dhe organizata tjera që operojnë duke përfasu bizneset e kanë ngritur domosdoshmërinë që Kosova ti thot po, pa hezitim, një projekti strategjik të gazit lëngshëm amerikan për të forcu pavarësimin e sektorit energjetik, që të mos varemi nga tregtarët e rrymës në import. Njëkohësisht kështu jemi kontributor direkt në këtë raport dypalësh me SHBA në kuadër të gjithë kësaj arkitekture të investimit rajonal që minimizohet dhe të hiqet gjithë Evropa nga varësia e gazit rus. Dhe në Kosovë shohim një habitat të tillë, dilema, interpretime, justifikime, me gypa, me lloj shpjegime tjera që përfasojnë për ju çka. Po, ç't klimë politike, rritë që unë po them, këtë lloj klime politike e cila është krijuar ndër vite dhe mbase kjo duhet të na shërbejë si një moment për reflektim më të thellë, për ta pa veten ku jemi në raport me këto projekte. Kjo është një moment ideal në anën tjetër, për të filluar, për të reflektuar dhe për të punuar, për ta pa realitetin sy dhe për të çliruar nga iluzionet e një raporti idealik me SHBA, por që në praktik nuk po tregohet i tillë. Ajo që e përmenda në fillim, tashmë bota ka hyrë në një rivalitet të jashtëzakonshëm geostrategjik sa i përket burimeve energjetike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dekadat e ardhshme do ta karakterizojnë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë 2 misione kryesore në mënyrë që të mos e lejojnë Kinën që të shndrohet mos e lejojnë Kinën që të shndrohet në faktorin kryesor gjeopolitik energjetik për shkak të faktit, siç thash, sepse i zotron 70% të materialeve kritike kushdo që dëshiron të kalojë në ekonominë e ripërtërishme, por në njëjtën kohë vendet të cilat kanë resurse të jashtëzakonshme energjetike të përfshihen tregun global në mënyrë që të dobësohet forca kompetitive e Rusisë, sepse ne kemi parë Rusia gjitha ambicit e saj gjeopolitike, gjitha projeksionet e saj gjeopolitike i ushqen në saj të këtyre burimeve energjetike. Çdo marrëveshje eventuale e Iranit me SHBA e cënon drejt për drejt sigurinë e cënon interesat e afatgjate të geoekonomike të Rusisë dhe të Kinës. Dhe prandaj ato kanë interes maksimal që të mos ndodhë kjo, që të bëjnë përpjekje të jashtëzakonshme që të pengojnë projekcione të këtilla, sepse integrimi i atyre resurseve të jashtëzakonshme që posedon energjetike Irani është cënimi drejt për drejt për Rusinë. Nga se rritet kompeticioni, bin çmimet dhe në këtë mënyrë kush dobësohet ekonomikisht, dobësohet arma kryesore ekonomike që e ka Rusia në dorë. Gazi dhe nafta, dy prej burimeve kryesore. Nga se këto do të ndikojnë në uljen e çmimeve të burimeve të energjisë dhe në këtë mënyrë do të cenohen dy prej premisave kryesore që afatgjata, po flasim staze. Pra po tham unë, ka shumë shtete nëse e analizon retorikën e liderëve të liderit të Koreas së Veriut, është shumë më kërcënuese ndaj Shteteve të Bashkuara se ajatollave në Iran. Shumë është më kërcënuese, shumë është më satanizuese, por ne po e shohim problemi kryesor në këtë administratë, dhe që do të jenë u dëshmuar që janë këto dy vende, Venezuela dhe Irani. Insistimi kryesor SHBA po mbyll korridoret e interesave strategjike ekonomike të Kinës dhe Rusisë. Unë nuk e di si do të shkojnë dinamikat unë veç po flas mbi trendet, unë nuk e di se nuk jam profet parashikoj se si do të shkojnë deri në fund këto procese. Interesimi kryesor, do thotë, është që pikërisht këto vende me këto kapacitete të jashtëzakonshme të integrohen në kuadër të interesave gjeostrategjike amerikane, në mënyrë që në resurset të cilat i posedojnë të shërbejnë kësaj agjende që në staza afatgjate tenton ta minojë hegemoninë energjetike të Kinës dhe të Rusisë.